Nën Tereza tu e dit venin edhe sakrificën që ka ndodhë në këto vene, ajo me prinde vetë, me babën e vetë që moshën 12 vjeçare ka ardhë çdo vetë me 15 gusht në Letnicë. Tani gjindemi në kishën e Shën Jozefit, famullia Stoblës. Kjo kishë simbolizon varrezat e martirëve të Karadakut, cilën martirët e Karadakut në Muhaleq të Turqisë janë varrosur si musliman. Edhe kjo ka simbolikën e arkivolit. Do me thonë, pjesa përparme është kompanjeli, pjesa mbrapme simbolika e gurve, edhe ka formën e varrezave të martirëve Karadakut. Shka nënkuptuj me këtë si varreza, si simbolik. Martirët e Karadakut edhe kisha është shënuar mbi martirët e Karadakut me 1826. Perënduria Osmane i ka dëbu 4 fshatra cilët i ka dëbu për Turqi. Ato 4 fshatra janë Stubla, Vërnakulla, Binqa edhe Terzijajt, ku në altar e shohmë shkronjën M, martirët. Dhe këta 4 gurë të gdhendur që janë simbolik të qirave, simbolizojnë 4 fshatrat cilët i kanë dëbu. Numri tyne ka qenë 305. Prej atyne 103 janë kthyr gjallë, ndërsa 203 i kanë torturuar dhe mytë në forma që shkanë ditë mamizore. Kjo kishë u ndërtu në vitin 1970 që ka lënë testament Don Zeframaj si pagzuesi Nën Terezës në Shkup, e ka pagzuar Nën Terezën, vorën e ka para këto që të ndërtohet kisha në simbolikën e martirëve të Karadakut. Përveç kësaj është një kishë ndërtuar në Binq, ku e ka simbolikën e burrës në formë rrethore që i kanë përvlu për zhallit në bure. Dhe kisha tjetër është ndërtuar në Vitin, është në formë të anis, cilët kur i kanë dëbu prej Stuble i kanë qunë Gjilan, Gjilan Prishtinë, Prishtinë Shkup, Shkup Selanik, Selanik Turqi, Stamboll, një lagje e Muhaleq, një lagje e Stambollit. Tash, kisha në Viti që janë formë të anis, i kanë gjujtë për zhalli mi hangër peshqet. Edhe janë ndërtu 3 kisha në formë simbolikës të martirëve të Karadakut. Pjesa tjetër, ku e përmena më herët pagzuesin e Nën Terezës Don Zeframaj. Don Zeframaj është i kësaj famullie, edhe emrin e ka Jozef, që i kushtohet Shën Jozefit. Shën Jozefi ka qenë rojës i Krishtit. Ky ka qenë preft në Shkup. Nën Terezën e ka pagzu në Shkup. Pas asaj, Nën Tereza tu e dit venin edhe sakrificën që ka ndodhë në këto vene, ajo me prinde vetë, me babën e vetë që moshën 12 vjeçare ka ardhë çdo vetë me 15 gusht në Letnicë. Ku pas 6 viteve radhazi, moshën 18 vjeçare ka marrë vendim për motër në deri, këtu afër e kemi edhe kishën e Letnicës, kisha e Zojës Madhe, si që themi ne, ka marrë vendim me shku motër në deri. Kështu që edhe Letnica e ka atë vlerën e vetë, është kisha shejtrore që ka qenë në ish Jugoslavia vetë me vend shejtrore që është i shpallur edhe pe Vatikanit, si vend shejtrorja e Zojës. Në simbolik të asaj, baba i tij, Kolbu Jaxhiu, i kanë ndërtu bujtinat, cilët vinë shumë njerëz për festa, pelegrinazh shumë i madh, 20.000 ose 30.000 vetë, që fnajnë bujtina. Ato bujtina kanë simbolikën e shkronjës T, që simbolizon T Tereza.
edhe sot e asaj dite janë funksion, janë aktive.